Nuk më karo për herë të parë se kjo e treta që vdesin një në luft, një mas 10 viteve, tjetra tash, do me thonë... Po, e tretën që to? Jo, vetëm të me të parën, i kom 4 fëmijë, me këto s'kom pasë. Ata e kanë thirrë përgjithësi fëmija nënë, se qaq mirë u sjellë me ta dhe ka qenë dikon 19 vjetë mas meje. Ata me mujtë vetë ma bjenë një grua në shtëpi, sot për sot, qaq që janë me mu janë si fëmijë po si shokë. Jo, këtu. A ki qenë jashtë në herë? Jo. As njerë s'ki qenë, a? Ja. Mas mirë ti? Po, ma mirë në Antoni. Pas ke ndrejtë jetën këtu ti? Po. Qka punoni me qka mirë ti? Deri tash kom qenë në shkollë të punu, tash të jam me 18 në penzion jam dhe. Arsimtar jeni, a? Jo, kom qenë mirëmbajtës i kabineteve. Mirëmbajtës i kabineteve? Po. Perfekt. Që sa vite e ke bëhet punë? Sa vite e ke bëhet punë? Që 19 vite. 19 vite. A e kërëzu në herë? Jo kur. Tu kështë e njeri fort? Mendoj që ashtu edhe unë edhe kum kalu mirë me këtë stofin edhe më doj knasën me të gjithë. Me eksperiencë gjatë këtyre vite shumë ta që ke punu, a ki me në ndajt me njeve? Interesant që ke kalu? Interesant sa në përditshme, njëta. Po të qka që vlen, që dhe më thonë të kalon ty, dhe më thonë mbresa me kujtu kalon? Mbresa më kalon vetëm shoqëria edhe stofi arsimor, kemi qenë këtë një. Sa jem ka metë mas shumë ti, mbresë që me thonë me tjetër sanë. Prinda je? Prinda je? Po. A i martum? Po. Sa fëmi pali ki? I kom 4 fëmijë, 2 djemë 2 vajza, edhe shoqave që më ka vdekë në 10 orë. Po, jam të vetë, fëmija janë të martuam, janë se cilin në për banesat veta, unë jam vetë, momentalisht. Sa kitë shtirë? Ti tosh vetash? Po tash që jam vetë, nuk jam vetë, se tash këmë bo një farloj kontratën një restoran atje në Kamenic, mas vitet punoj në restoran, punoj që 5 vite aty, po vazhdoj apet kohën e lirë këmë quë mas vite. Pra dhe pak që humbja shoqës që she përjetove, ndarjen? Po qëre, nuk më karo për herë të parë se kjo e treta, që vdesin një në luft, një mas 10 viteve, tjetra tash, do me thonë... Tri kraj ki pas ta po? Po e tretën që to, po kjo pa cullëm të ru edhe vdic. Tri kraj ki pas. A të të triat kanë, do me thonë, kanë ndru jetë? Të trija kanë ndru jetë. E para mas lindjes, 2 diq, më kam met një djallë, tash në fushë Kosovë është e djallë këtu. E dyta ka qenë e smut për zemrës edhe e vdic, mas 10 viteve. Kjo sullëm të ru edhe fate i shkëtë. Qëfar fati interesant të tri kra, do me thonë, që mos më jetu qatë, shto. Po, që ka me ba? Kjo është jeta i zero. Jeta... Me këto tri kra, ke pas fëmijë të trija? Jo, vetëm të me të parën, i kom 4 fëmijë, me këto s'kom pasë. Të parë do me të fëmijë jetor? I kom, po, me të parën, i kom gjitha dhe tjerë s'kom. Atë ka pa kjo punë që do me thonë, pas tri krave humbjes ti të mendosh të për një grua tarsha. Po qërë tash i kom po 65 vjetë, une nuk mendoj ta marrë vesh femët, qojnë shpes, se mos më ndarojnë familjen, fëmijën, shembull, une fëmijën nuk i lëmë për një grua. Kështu që me ronë, mos jem veç vetë në një që është e hajrit për shpe, po, pse jo? Me të trijat, a ki kalu mirë? Me të trijat, sidomos me këtë të parën edhe të fundit, mo kjo e fundit fëmija dhe nonë e kanë thyrë. Nonë e kanë thyrë fëmija, që kom një djallë në Belgjik, ajo 42 vjeqarë, ta është gati 43, qikën e kom në Zvicër, ata e kanë thyrë përgjithësi fëmija nonë, se qaq mirë u sjellë me ta dhe ka qenë dikon 19 vjetë mas meje, po i ka sjellë jashtëzakonisht shumë, se jo pak, po shumë mirë. Jem do edhe ajo shku, nda nga jeta, po kujtimet jesin, mendoj veç ato kujtimet e mira, mos ti mendoj asë një diçka të kësia, veç të mirat. Ironi akoma kujtimet? Po, që shë. Sa mirë që një grua, që se kanë pas nanë, dhe ta trajtojnë si nanë fëmija. Po, shumë e vërtet. Sillet e sojna e kanë prunë qatë pikë, që i kanë thyrë edhe nanë.
Jo të gjitha e kojnë atë fat, ata fëmijë që domethënë me trajtu si nanë, se njerë tek e fundit tojmë tek Po ne. njerë, po nane kanë thyrë. Do më thonë, kur erdhe fundi, u desh ke me i posën e 30.000 euro, po s'kisha unë 30.000 euro, me i dhonë me që për Tiranë. Shoqëria më rënë 24 orëve me i bon dikon 18.000 euro, mu më deshin 9.000, është 30%, 70 qeveria. Do më thonë, ministria me pagua. Më rënë 24 orëve që të bova, po si shfati për me që atje se tha nëse vazhdojnë ta bini kanë në kufes së në rinë, se nuk është aparatura në kombi, që e ka në spital, edhe vdes rrugët, pse me humbë djallit 7.000 euro avans, a i mjeku i Tiranës edhe kështu që vdes këtu në Prishtinë. Kjo është jeta, mirë po ti e përpjek deri në frymën e fundit. Po, deri në momentin e fundit, nuk ju më kërcyje për asgjë. Faleminderit. Tatuazh, i ke kushtuar për dikon tatuazhe që i ka sa po i bën? Qëre, tatuazhet i kom bëqysh në vitin 79, Kod. Jugoslavisë, sa ka qenë. Sa të herë s'ka pas nëjë do me thonë, nëjë gërëm, nëjë emëri, nëjë shoqës, ja disë atëherë në atë ku. E, qashtë? A i kanë bëgu kështu njerëz që kanë thonë fake. Jo, nëse nuk i përzije ma shkujt në trup, s'mon mu përzije as mu askush, sot fëmi një kom shamë, gjithë fëmija thojnë, te ki jetën tonë vendos t'i vetë për shka dush. Ata me mujtë vetë ma bjenë një grua në shpes, sot për sot, qa që janë me mu janë si fëmi po si shokë. Sa mirë, jo të gjithë, tash edhe njerë, e kanë atë fatë që më thonë për shembull një grua, se shumë sa ndoshta prishet familja kur vjen gruaja e dytë edhe këto. Jo, kur s'kom pas problemet, kur hiç. Megjithëse se tash për tash një djali sugarin të voglin që kom një rrogë që ka punon të cima kompani, ta jepi një rrogë vesh nëse vjen një shtëpi. Çfarë djali? Po, edhe ti llogarit. Se s'kam kohë fort. Përshëndet, shumë faleminderit që e ke ndajt këtë histori shumë interesante për neve. Turoj tash tutje më të mira në jetë. Shumë faleminderit edhe nga ju. Grazie. Takom. Të dorën. Për të Faleminderit mirë, shumë. shumë Respekt. faleminderit. Faleminderit shumë.